për fronizimin e hirësisë së tia, Nikola, për të cilën unë e njoh dhe kam patën të njoh edhe personalisht, por edhe gjatë aktiviteteve fetare dhe meshave që ai ndërton. Hirësi Nikola është një person i gjetur për atë, pse, sipas mendimit tim, ka një kulturë, them shumë të gjerë, është njëri human, është njëri që pa dallim, pa bashkohet me të gjithë, pra ka cilësinë e asaj që thuhet në Bibël, e bariu të grigjës tij. Unë atë Nikollën do desha të perifrazoj shenën e Gjon Pagzorit në Lëmin Jordan, kur agëzoi Jezu Krishtin, që i tha, pra gëzimi im u mbush, ky të shtojmë, tha, dhe unë të paksohem, tha Gjon Pagzori. Pse e lidh me hirësinë e tij atë Nikollën? E lidh sepse unë shikoj që bërë një punë titanike për kthimin e njerëzve të besimit, për forcimin e kishës, dhe shikoj që ka një, si të them, një vetmohim të tij. Pra puna e tij, pse e perifrazoj me këtë, thot, besimi të shtohet, unë le të lodhem dhe të paksohem, pra ju të parët, unë pas jush. Jo i pari dhe ne pas tij. Pra thot, ju të parët besimtar dhe unë pas jush për të shërbyer juve. Ky është opinioni im për hirësinë e tij, atë Nikolla. Për atë ditë që ishte dhe i forndrituri Anastasia Nolloci për fronizimin e hirës tij atë Nikolla, unë kam qenë prezent së bashku edhe me shokët e mi, sepse unë jam i komunitetit vlla, pjesëtar i komunitetit vlla, kemi qenë dhe me antarët e shoqatës, me zotin Dimitër Stefa, kryetarin e shoqatës tonë. Kemi qenë prezent në atë dhe ka qenë një ditë për mua personalisht dhe për ne, ka qenë një ditë, domethënë lindje diell, domethënë e lindjes së diellit, e lindjes besimit. Ishte një tamam. Shko, unë pse bëj këtë kontrast të madh? Kur udhëzua kisha këtu që Rakën Banarja, unë isha në moshën 9 vjeç. Edhe kam qenë prezent aty, me 2 djagash nuk e shtu dot. Por rënia e saj ka bërë një zhurmë shumë të madhe sot, edhe të gjithë ne kujtojmë Brezin, po dhe të mëdhenjt, pra një fsham, një sillimje e madhe. Pra unë bëj krahasimin e dy kohëve, të kohës kur u mohua feja dhe të kohës kur u ndërtua, kur filloi besimi të rindërtohesh. Dhe prania e kryepiskopit të Forlumturisë së tij, forndriturit të tij, domethënë ishte një gëzim i madh për ne, e cila e përmbushi atë simbolikën, e bëri diell për të gjithë ne. Dhe fronizimi i hirësisë atë Nikolla ishte një, si ta them, një zgjedhje, jo më kot ju referova dhe Gjon Pagzorit. Pra, ai për ne është ai që po lufton për ditë, po na hap syt, edhe po na çon atje ku duhet jemi. E shiko, për këtë duhet t'i referojmë edhe shkrimit të kryepiskopit tonë, forndriturit, Anastasia Nolloci, libri Ortodoksia dhe globalizmi. Ku thot që Perëndia, po them në sentencë, Perëndia e bëri njeriun sipas shembulltyrës së saj. Por sot njerëzit duke larguar nga feja, janë larguar nga fytyra e tyre që Perëndia ka bërë. Dhe ne thot me punën tonë do t'i kthejmë njerëzit e feja për t'u hequr maskat, sepse njerëzit janë bërë si ato matriosh shkatruese. Heq një maskë, nxjerr maskën tjetër. Dhe hirësia e tij atë Nikolla është duke bërë këtë punë më së miri. Sepse unë jam një besimtar që e ndjek kishën, jam një besimtar që vete kur bëhen meshat në gëzime në këto festat fetare, dhe kam parë sjelljen, qëndrimin, luftën, përpjekjen e tij, komunikimin e tij me njerëzit, me atë dhimbshurinë, me atë. Ka dhe një mirësi edhe në sy dhe në fytyrë, në prosopë e tregon mirësinë e tij. Pra ajo ditë, shiko, mund vetë ndjej gëzim edhe sot kur e kujtoj, nuk mund ta përshkruaj me po bëra një krahasim. Ajo kur rrëzua, kur na hoqën besimin, dhe ajo kur ngrit kisha e Shënjërit. Pra, kishim
Diellin e madh, hirisin e kryepiskopin Janullatos, edhe hirisin e tij atë Nikolën, që na mbushën atë ditë me gëzime me festë.